Pas 12.4 milion turistëve që vizituar Shqipërinë në 2025-ën, fokusi i qeverisë për këtë vit është jo vetëm ruajtja e numrave, por edhe menaxhimi më i mirë i sezonit veror, duke lënë më shumë hapësirë për plazhe publike dhe duke ofruar një shërbim më të mirë nga stafet. Jemi duke punuar për rritjen e hapësirës së plazhit publik, por më shumë se sa rritje e hapësirës në letër për mirë menaxhimin e stacioneve të plazhit dhe garantimin e një aksesi të përballueshëm nga qytetarët, duke sjellë si vjet risinë e menaxhimit publik nga njësitë e vetqeverisë vendore, që është një kategori e re e plazhit të menaxhuar, krahas atij që menaxhohet nga subjektet private. Rritja e cilësisë së shërbimit turistik përmes zhvillimit të kapaciteteve njerëzore, natyrisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, duke nisur punën për Akademinë Ndërkombëtare të Turizmit dhe Mikpritjes në bashkëpunim me UN Tourism. Prioritet mbetet edhe shtrirja e turizmit gjatë gjithë vitit, duke sjellë vizitorë në Shqipëri edhe për evente, konferenca apo aktivitete të tjera dhe jo vetëm për plazh. Turizmi gjithëvjetor përmes turizmit të konferencave dhe eventeve, ky është një element i rëndësishëm i punës sonë për të zgjeruar, si themi, sezonin nga ai vetëm veror tek ai gjithëvjetor dhe duke shkuar në të gjitha këto struktura dhe duke shkuar në të gjitha planet e zhvillimit dhe të gjitha projektet, deri edhe në detajimin e projekteve të reja që licencohen, në mënyrë që strukturat hoteliere, strukturat akomoduese të përgatiten për të pasur kapacitete jo vetëm shtretër, po për të zhvilluar evente, për të zhvilluar konferenca, për të ftuar dhe përballuar aktivitete të cilat do t'i shërbenin shumë pjesës dimërore. Gjatë këtij viti synohet po ashtu formalizimi i tregut të njësive akomoduese me qira afat shkurtër. Po ashtu, Ministri Blendi Gonxhia deklaroi gjatë konferencës se investimet me 4 dhe 5 yje me status special nuk do të jenë më të përqendruara vetëm në Bregdet, por edhe përtej.